se ekipet janë duke punuar për sanimin e dëmeve. Një semafor i dëmtuar pranë hotelit Grand në kryeqytet vazhdon të krijojë probleme drejtuesve të automjeteve, duke u shndruar në një burim të vazhdueshëm pa siguri në komunikacion. Sipas qytetarëve, semafori nuk funksionon siç duhet, pasi aktivizon vetëm dritën e verdhë dhe të gjelbër, ndërsa sinjali i kuq mungon plotësisht. Me të thonë drejtën është shumë problem se njerëzit edhe nuk i njohin rregullat e përgjithshme të komunikacionit. Sipas ligjit përgjithshëm të komunikacionit, normalisht dy vetura rrugën kryesore njihen nga ana kundër, domethënë rruga dytësore. Kështu që edhe mosnjohuria e qytetarëve të cilët vozitin veturat është pak problem. A mendon që duhet me prit na deri të bëhet një aksident për me rregullu këtë? Po, natyrisht, ky është gabimi. Normalisht ndoshta unë mendoj që mungesa e profesionistave në aspektin zyrtar të institucionit përkatës i shkaktojnë gjitha këto probleme. Me orientimin e veturave alena përpara. I shat. Po, ato përpara, nëse lëvizin ato përpara, tani do të me lëvizena, se përndryshe ju. A mendon që është e rrezikshme që Po, është e rrezikshme se dikush nuk e den, është e rrezikshme. Në një përgjigje me shkrim për televizionin, drejtori i mobilitetit në komunën e Prishtinës, Pëllum Bajqinovci, ka bërë të ditur se mos funksionimi i semaforëve është pasojës e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në atë zonë. Sipas tij, nga aksidenti janë dëmtuar semaforët, çka ka bërë që ata të dalin jashtë funksionit. Në zonën e Grandit ka ndodhur një aksident trafiku, si pasojë të cilit janë dëmtuar semaforët. Për këtë arsye, aktualisht nuk kanë qenë funksional. Ekipet tona janë duke punuar për sanimin e vlerësimin e dëmeve dhe do të bëjmë përpjekje që situata të rregullohet sa më shpejt e mundur. Semaforët janë një nga elementët kryesor për rregullimin e qarkullimit rrugor, veçanërisht në kryqëzimet me frekuencë të lartë automjeteve dhe këmbësorëve. Çdo defekt në funksionimin e semaforëve krijon paqartësi në komunikacion. Pas pamjes së një